Bashkia Këlcyr ka afishuar listat përfundimtare për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kryetari KZAZ-s Këlcyr, Vullnet Kasaj, ka bërë të ditur se listat e zgjedhësve janë afishuar në të gjitha qendrat e votimit në territorin e bashkisë. Konkretisht, listat janë shpërndarë në 16 qendra votimi. Në çdo njësi administrative, në çdo qendër votimi janë të afishuara dhe për këtë kemi marrë kontakt me njësitë përkatëse dhe qendrat e votimit. Neve në 2021 kemi pasur 17 qendra votimi, për këtë na është mbyllur një qendër votimi. Qendra e votimit që janë mbyllur është Brezhda në Malshodh, që është mbyllur dhe fshati i ri, po që janë shtuar një qendër në shkollën nëntëvjeçare Kamber-Benja. Kasaj u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të kontrollojnë praninë e emrit të tyre në listat e publikuara, në mënyrë që të sigurojnë të drejtën e votës në ditën e zgjedhjeve. I bëjmë apel qytetarëve që ta shkojnë emrin e tyre në listat e zgjedhësve dhe ta paraqisin ankesën e tyre, sepse atë ditë mund të jetë deri diku prapë drejta e tyre nuk do të mohet për të votuar, sepse mund të votojnë me një vërtetim posaçëm, po që i bëjmë apel kontrollojnë emrin e tyre në lista. Në Bashkinë e Këlcyrës i janë regjistruar gjithsejt 8662 zgjedhës, të cilët pritët të japin verdiktin e tyre me 11 maj.